Trump dërgon agent ICE në aeroporte gjatë shutdownit në SBA. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka njoftuar se nga dita e hënë do të dërgohen agent të Immigration and Customs Enforcement, të njohur si ICE, në aeroportet amerikane për të ndihmuar personelin e sigurisë së aviacionit, TSA. Në një deklaratë të publikuar në rrjetin Truth Social, Trump tha se ky vendim synon të mbështesë agentët e TSA, të cilët kanë vazhduar punën pavarësisht mungesës së pagesave, si pasojë e shutdownit të pjesëshëm të qeverisë. Ky zhvillim vjen ndërsa kriza politike në Washington vazhdon prej më shumë se një muaji, për shkak të përplasjeve mes administratës dhe demokratëve në Kongres lidhur me financimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Si rezultat i bllokimit financiar, mijëra punonjës të TSA kanë mbetur pa paga, ndërsa mungesat në punë janë rritur ndjeshëm. Sipas autoriteteve, mbi 10% e agjentëve kanë munguar në detyrë në ditët e fundit, duke shkaktuar vonesa dhe radhë të gjata në aeroportet kryesore të vendit. Ndërkohë, vendimi për të angazhuar agjentë të ICE ka ngjavur debate, pasi këta të fundit nuk janë të trajnuar specifikisht për kontrolle të sigurisë në aviacion. Zyrtarët e administratës kanë deklaruar se ekziston një plan i detajuar për zbatimin e këtij operacioni, ndërsa kritikët paralajmërojnë për rreziqe të mundshme në sigurinë e udhëtarëve. Situata mbetet e tensionuar, ndërsa presioni rritet për një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës dhe do të rikthente normalitetin në aeroportet amerikane.